Është jo dashurinë se nuk e humb as pak ajo, bile përkundrazi e shton se dhimbët. Bashkëshorta kur bojmë in vitro, ajo gjithmonë thotë po du me bë që ti me të bë bab. Ndërsa unë e shoh ka ona tjetër, tham kur më thotë a bëjmë këtë in vitro apo këtë provë, tham po më shishë, me bëjmë se po du për ti gjithçka bëj. Edhe s'nalme, domethënë pjesën e dashurisë nuk e humb. Raportet në familje, sepse shpesh dëgjojmë që mund me pasit presion nga thashë themet, pse pe mban këtë grua, pse po rrin me ta, ku s'ke fëmijë, por njëkohësisht ndodh edhe e kundërta, edhe tek gruaja më thonë që pse po rrin e martuar me këtë sepse s'ka fëmijë, jeta është e gjatë, andej këndej pra sa mundi me bë ball tyre presioni se ka ndihmë ndiku fatkeqësisht. Ka pas për jashtë shembull dikush më thonë si këshill shembull, ke provu me morën për shembull ose fëmia të adoptuar ose me morë dytën për me bashkë, domethënë më martu për zditi, rallë kush thot leket, se ndoshta edhe mëshira e njerëzve se në thot, ose thot me morë dytën që me pas, po unë edhe nëse do ta kisha morë dytën se marr vesh bashkë për këtë shkak se e lëndoj. Nuk du që e të lëndohet, pse atëherë unë kam ajo mos me pas, ne duhet bashkë të dytë me pas. E përmende gjatë bisedës private që një banesë që ke ble, ke lanë emën saj. Po, kemi ble vitin e kalum, alhamdulillah, Allah ne ka mundësu. Edhe ish pa më thonë ajo, do më thonë ja kom bo në emën të asoj që një jetë e lirë. Ta din vetën se do më thonë deri në fund të jetës kemi më konë bërë. E bojmë provat, këto provat fëmis, nëse Allah u dënë me në dhanë. Po nëse s'don, banesën edhe shtëpia është të dyve, po këtë njët e sigur që të honë është deri në fund. Raportet familjare në përgjithësi janë të mira përkundër asaj që nuk ka fëmijë. Po, si nga ana ime, familja nana apo vllazën, si nga ana gruas të djant, ato bile edhe mundon me kontribu. Gjithë na thonë nëse diçka ju mungon, na kallxoni. Na tregoni që edhe ne të kontribuojmë për ne alhamdulillah s'kemi pas mungesë kur. Jetoni të vetëm? Po. Sepse në fakt edhe në Gjermani. Po kemi shtëpinë tonë, në Gjermani edhe atje jetën vetë.